Ju thash që mbasi ju shtregova hotelin dhe 2 dhomat standarden dhe junior suite-ën, do t'ju tregoj suite-ën prezidenciale të hotelit Green Coast Hotel M Gallery Collection, i pari hotel i standardit ndërkombëtar prej kompanisë Accor. M Gallery është pjesë e kompanisë Accor në të gjithë jugun e Shqipërisë, pra madje që nga Durrësi e deri në Sarandë, dhe i pari hotel në Shqipëri 5 yje plus, pra 5 star plus, që është një nivel më i madh se sa i 5 yjeve business hotel. Deri tani ju tregova, pra ka shumë gjëra, është i pari hotel me 130 dhoma që të gjitha shohin detin, është i vetmi hotel ku pjesa mbështetëse është po aq metra katror sa vetë hoteli, ka një plazh 600 metra katror që ju tregova, i cili është i gjithë, i ka rreth 250 çadra, ka 130 punonjës për 130 dhoma, dhe tani po hym në suitën presidenciale, e cila është gjëja më e mirë e gjithë hotelit, është jam e Ramsin, është 130 metra katror, është suita numër 401, këtu keni pjesën e komandimit, këtu është njëra dhomë e gjumit, dhoma e parë e gjumit, ka 2 dhoma gjumi, they're separate, they can use one and 2 bedroom. Yes, and 1 living room. E përdorin që në qoftë se ti do të vendosësh dikë tjetër, pra fëmijët ose njerëz të afërm, dhe këtu e ke të mbyllur për të ardhur, ose mund të komunikohet brenda. Kjo është pjesa kjo është dhoma e gjumit, po t'ju tregoj njerë banjën e vogël. Kjo është pjesa e banjës ditës, pra banja që përdoret për personelin, për njerëzit që janë duke qëndruar në suite. Është interesante me gjithë pasqyrën dhe tharjen e saj. Ndërkohë, para se të tregoj living roomin, shkojmë tek dhoma e gjumit. Kjo është dhoma e gjumit, që duhet jetë dhoma e gjumit më e mirë e të gjithë hotelit, nuk po dalë fillim, është me të njëjtin standard, pra ka dollapët, safety boxin, çdo gjë që i duhet një dhome, që nga pantoflat, pjesa tjetër e rrobave, kjo që nga kryevepër, të se kisha parë. Shiheni se si e ka. Laundry service e ka të gjithin prej lëkure, ti do ta hedhësh do t'i hedhësh plaçkat e palara, dhe pastaj vinë i marrin siç janë me gjithë kuti. Këtu është pjesa e tabakave të shërbimit, kjo është pjesa ku mban letrat, kjo që nga pjesa e kafes. Kjo është pjesa ku mban letrat edhe gjërat e tjera, pas ka dhe një kuti prap laundry, këtu është pjesa që mbahet akulli për koktejet, i gjithi i veshur me lëkurë, është e njëjta lëkurë që përdoret në gjithë hotelin, është një standard në fakt që nuk e kanë dhomat e tjera. Shiheni dhe pjesa tjetër që përdoret në garderob, është krevati me gjithë pjesën tjetër të komandimit, televizori, ka pjesë të vogla veprash arti, që me sa po kuptoj, kjo është originale, po. Ka pjesë të vogla veprash arti, duket pak si legjenda e Rozafës, po ta shohësh, edhe kjo që nga shumë elegante. Tani do t'ju tregoj banjën para se sa të dalë në pjesën tjetër. Shifeni banjën. Kjo mund t'jetë banja me pamjen më të bukur të gjithë Bregdetit shqiptar. Shiheni pasqyrën për në mëngjes, shihe prap, dhe po të ecim këtej, dalim në një terracë që është jo e bukur, po është spektakolare. Shiheni pamjen e terracës, po mundohem t'ju tregoj vetëm pjesa e dushit që po tregon tani kamera. Shiheni se sa është. Ndërkohë, terraca ka një lidhje nga banja, banjë me 2 vetratat nda xhami, shive sa është vetratat. Këtej shkon prap, kthehesh në dhomën e gjumit të dytë, dhe është ndarë për momentin, dhe kush do i heq dhe i bën connecting me dhomën tjetër gjumit. Tani po hyj prap në dhomën e gjumit, që është dhoma këtu. Imagjino çfarë standardi që të ofron. Do të kushtoj 1.200 deri 1.500 euro në varësi të sezonit, dhe gjëja më e çuditshme ishte, do ta pyes tani, që më tha që kanë shitur
pjesën më të madhe, këtu ke komandimin e plot, do më thënë all off, all on, night, all on, privacy. Vazhdoj në këtë pjesën tjetër, është pjesa vazhdoj. Këtu jam prap vepra arti, edhe kjo është interesante, duhet bëj të gjitha living spotet, balkoni. Kjo qënka shumë interesante. Kjo është rrugtimi i marë, rrugtimi i Jul Cezarit. Pra ju e dini që Jul Cezari ka zbritur në Green Coast, në këtë zonën këtu. Është i gjithë rrugtimi i tij, vendi ku ndodhet Shqipëri dhe rrugtimi i tij. Është interesante kjo pjesë e konsolës ku mbahet minibari dhe objekte e tjera, ja, pjesa kafes, e gjitha e zbukuruar. Edhe këtu gota duhet jenë kristal, se i pash edhe atje. Kristal është. Gotë kristali e çuditshme, po pjesa e tavolinës së ngrënies indoor, pra brenda dhomës, sërish vepër arti, edhe kjo që nga shumë interesante, është living room-i, pra dhoma e ndenjes, ose e racëm që nga. Dhoma e ndenjes ka përballë televizorin, një konsol të vogël, është akoma pra nuk ka mbaruar krejtësisht, ndërkohë që këtu shkon në pjesën ndoshta më të bukur që ka gjithë hoteli në outdoor, ishin 2 terraca andej. Kjo është dhoma, do të thënë terraca me tavolinën e ngrënies për në mbrëmje, që natyrisht mund të vendosësh çadër për ta mbuluar dhe në drek, po në drek vendi është shumë vap, dhe këtej është pjesa e shezllonëve kur ti qëndron për të bërë banjo dielli. Edhe tavolina është një tavolinë e bërë prej të njëjtit gur, të thash që është guri i kapshticës, i cili t'jep ndjesinë e detit, dhe këtej ke pamjen e të gjithë plazhit të Palasës, nga guri i ku mbaron shkëmbi i Karaburunit, pra shiheni në atë drejtim, duke ndjekur të gjithë pjesën e plazhit, duke shkuar në këtë drejtim në derdhjen e projit të Palasës, dhe në pas vazhdon në Drimadhes dhe në Dhërmi. Po të vini re, gjëja që është më interesante është që resorti, terracat e tij, pjesët e sipërme të terracave nuk i ka me gur apo me çati normale, por i ka me gjelbrim. Pra nga këtu, nga suita ti nuk shef terracën e godinës tjetër, po shef gjelbrim. Dhe njëjta gjë vlen edhe këtu, po të shohësh në këtë drejtimin tjetër, pra nga lartë, po ta shohësh nga lartë duket si me qenë një kopësht, bajmën për herë të parë këtë histori, kam parë Monte Carlo në vitin 1991 dhe u befasova, shihni, dhe terracat e kateve të para janë të gjitha me gjelbrim. Është suita presidenciale e një prej hoteleve më luksoz që ka bota si brand e Galeri dhe hotelit të vetëm 5 yje plus në Shqipëri. 130 metra katror, 1.200 deri 1.500 euro nata i shitur, dhe siç thanë kanë shitur deri tani një pjesë rreth 20 net vetëm të suitës presidenciale. Unë do ta mbyll nga ky këndi këtu, mbasi ju kam treguar 3 gjëra të rralla të këtij hoteli. Hotelin përgjithshëm, dhomën normale junior suitën dhe suitën presidenciale, shif çfarë pamje që ka.